Stira, mirë më nëgjesi. Mirë më nëgjesi, po stras për Mitrovice, një të gjusi regull të juve. Nga diaspora, ju marën këto, po kom një problem që 4 vite, për 21 unë jetoj në Suedi, që unë Buran Majuni, gazetar që ju afer 30 vjetë. Respekt kolegë. Në Kosovë, edhe... Ku ke qenë në rilindje? Jo, kum qenë në Radio Mitrovice edhe kum qenë në këse gazetar gjuhën turke edhe në Birlik, në Shkupe, tanë e këtu. Këtë qytetin një... Po vret, ende nga zëri puna në radio, zë radiofonik. Jemi mësuar, me tregu drejt, atë di që nga kanë përjashtu pe i pune me 5 qeshor, njëtën kohë ma kanë hull makinën e cila ka qenën vitet 60 pe i tretit ka pe i zyrës, edhe pe Saudite në lapsin dorë se ku marrë me shkujt. Makinën e shkrimit ta hodhëna? Po ma hodhën, po policia i thash hullën e mu më se hullën i këto, se kum pas dashuri. Vetëm unë e thira për një problem tjetër. Ta ndajmë pak këtë moment, kolegë. Si unë ndjeve kur e pe maqinë, se di që keni pasur shumë lidhje emocionale, gjithë kolegët me asoj gjenerate. Qëre unë kum punu në redaksin gjuhën turke, po me kolegët e mi, redaksin gjuhën shqipe në ina kon një shpirt. Ende sot kom kontakte me kolegën nderuar Zojën Sebia Ramazhikun. Ato e kom si motër. E përshëndesim Sebia. Aja ka pas një zërë, E ka ende, ndëgjoj shpesh në Radio Dugagjen. Në Radio Dugagjen, edhe që ka dorë pension, po punon se dashuria ndaj gazetaris nuk shuhet kur. Ato ja do të bësh me zemër e me shpirt, ja mos e bo heq.